Roma. Mirë se erdhe, mirë se erdhe. Mirë se të gjeta. Je gati me këto gjërat? Po, gati, po hapja verën. Okej. Që të prisja direkt edhe me një gotë verë. Patjetër, gati. Opa, të bëjmë që kënë cemje. Nuk guzhin. Vetëm me i gjaketër. Hoqa. O Skerdi, përgjësia madhe kjo që të kam ty në Food Lovers, unë. Pse? Se ti standardin për bukurinë ke shumë të lartë, edhe ambienti, edhe kuzhina, edhe çfarë është për rreth duhet ishte në një nivel wow për të qenë. Super wow. Për të qenë në nivelin që ti edhe shumë familjare. Je mësuar. Më pëlqen gjithë ky ambient këtu. Rrotull një tavolinë rrumbullake. Mirë se erdhe, po. Mirë se të gjeta. Plasko grosë. Si. Besoj që ne kemi bërë standard të, po më duket si që kemi pak. Ka njerëz të lartë, i ke për standard sipas vetes natë. Sipas shefave të kuzhinë. I ke gjithë ullet të shkurtëra. Çfarë do na bësh sot apo çfarë do bëj unë sot? Çfarë do na bësh ti sot? Më ngjet se mua që të gatoj. Po recetën e zgjodhe ti, si një Romano Vero. Që vjen nga Roma me një recetë romane, të bëjmë një spaghetti alla carbonara. Po. Më mirë se unë ti di ta bësh, që kjo është e sigurt. Okej, do ta provoj. Po ne, se me bëjmë bashkë edhe bashkë, kështu që kur gabojmë ma bën ti. Po u bë keq se më kam bërë unë, po u bë mirë. Si burr shtëpie që jam në shtëpinë time nuk gatoj unë. Po nganjëherë do gjë të vogël e bëjmë. Kjo është një pastë që e bën shumë mirë goca ime. Ajo vdes për carbonara, edhe kështu që unë nga jo e kam mësuar. Vezet e shoh që i ke marrë, djathim pecorino po, guanciale po, pastën po. Të gjitha i kemi, të gjitha, verën po. Ujin po, sopën po, guzhinjerin po, kështu që. Të studiosh në Itali, të jetosh në Itali, minimumi ditë gatuash më mirë se sa unë, kështu që. Ca gjëra, dikur kur isha guzhinjer, kur isha student, dikur, kur bëj specializimin, neve kemi një gatuaja edhe përparse Skerdi, që pak të përparse nuk shumë do të gjukundi. Nuk është e uniforma që ti e mësuar, por është uniforma jonë. Duhet patjetër kjo se do bëjesha shupis, do bëjesha zhull, më të drejtën. Okej. Dhe të nxefem edhe çik tjetër përsëri unë. Po. Okej. Po më thoje për pjesën e Italisë, ndërkohë më bëndes këtë që të ngrojmë ujin e pastave. Super fare. Por, besoj që ne do të bëjmë... Të bëjmë gati guanciale edhe vezin. Po, do të bëjmë përpara këto të tjerat. Tu mund t'i presim këtu të kjo? Po. Në rregull. Njërën e pres unë, tjetrën prija ti. Dhe ndërkohë pastaj më trego për Italinë. Në Itali unë kam ikur në 97-ën. Edhe kam ikur në një periudhë kur ne pastën shqiptarët e konsideronim të bërë, që ishte gati, pasi kishim zira i shumë sa që kur e merrim për plasin e murin që të mund. Kur në gjithë, kur nuk binde nga muri. Pra pasta al dente nuk dojë fjallë. Dhe për standardin italian, ne do të thonim ktheje mbrapsht se nuk është bërë. Po, fix fare. Ti gani shoke, po na duhet ndonjë më i madh? Jo, mirë është. Është okay. Verën po ta lë diku këtu. Dhe aty në kraqë nga njërë ta qukis. Po, ne nuk gatuajmë do të papirë verë. Dhe kam detur në një cako, në një shtëpi me student italian. Prej tyre fillua duke mësuar ca gjëra kuzhinës italiane, se të është. Dhe erdhi edhe një shoku im, nga Shqipëria, erdhi edhe në Itali në atë periudhë, edhe u sistemuan bashkë, se cili nga një dhomë aty, edhe 2 studentë të tjerë italian. Unë isha i që gatuaja, kurse i lante pjatët. Shikon ti pas ke gatuar që herë. I ndanim punët bashkë. Dhe çfarë gatuanit ju atëherë, në atë kohë? Apo thjesht pasta edhe kalo radhën? Ky shoku im Helvi ka emrin. Kishte gjyshen italiane. Nga ato italianët e rrallë. Nga ato italianët e rrallë që kishin ardhur
pas luftës këtu dhe kishte ngelur këtu, martuar këtu, kishte krijuar familje këtu. Dhe ai ishte mësuar në shtëpinë e vet me ushqimet që gatuante gjyshja. Tipike italiane, pra kuzhinën italiane. Ti që kur shkove në Rom, apo ja? Po në Rom. Nuk kam lëvizur qytet tjetër. Po të kopjoj si ke prerë që ti presim njësoj, mos të dallohen të mija. Ti bën me shumicë, si vendos një si vetë. Unë dua të ti bëj shpejt. Super. Dhe ky tani më mësoi çik edhe ca mënyra gatimi, si të thuash, italiane. Edhe si çuna të për të së madhe të gatuar dhe për të së madhe edhe të lajenët, dhe i ndalin të kryet bashkë. Unë gjëja gatuaje edhe i gjëja lantenët. Po bëje hile në këtë rasti, apo? Gjithmonë kam qenë i ndershëm, kur e ndanim punët ashtu siç duhet, por edhe ushqimin gjys për gjys, e kupton. Tani kështu që të bëj vezën. Atëherë, kjo na duhet për këtë. Ndërkohë ne këtu duhet ta ndezim, tham jo shumë të në zjarr të ngadalt, të mesëm ndoshta. Do të vendosësh edhe ato. Po. Okej. Ty të duhet për të bërë kremin? Po, më duhet një tas. Po, mos është pak shpejt për të bërë kremin, apo nuk na prish punë? Jo, ke të drejtë, sepse do të presim ujin. Të bëjmë guancialen përpara? Të bëjmë guancialen, mund të këtë ta na bëjmë të pres. fundit fare, po. Mund të na pres neve. Lajmë çik duar. Sa të nxefin këto gjëra. Ndërkohë, me pjesën tënde të fëmijërisë, pastaj? Fëmijëria ishte kuzhinë, po lej duart të dhun. Fëmijëria ishte kuzhinë shqiptare tipike. Për atë punë. Unë kam lindur në Tiranë, edhe kam shkuar në Tropoj, kur isha 3 muaj. Ti ke lindur në Tiranë, unë mendova që ke lindur në Ballsh. Jo, kam lindur në Tiranë. Mamaja ime është nga Gjirokastra, edhe po ajo vetë ka lindur në Tiranë, edhe jetonte në Tiranë. Kurse baba im nga Fieri, nga një fshat i Fierit, nga Kurjani, edhe të dy arsimtar. Ne kishin shkuar në kamp të Tropojës, ku punon si arsimtar. Aty më kanë ngjizur, më kanë sënë. Pastaj Të kanë ngjizur në Tropoj, se? E po mirë pra. Malet. Justifikat kjo. Kanë ardhur pastaj në ka ardhur mamaja në Tiranë që linda unë në maternitet. Dhe mirë që erdhi në maternitet, se kisha kordonin umbilikal një 3 herë rrotull. Dhe po të kisha lindur atje në Tropoj, nuk kisha dalë. Në kamp të Tropojës. E kupton që do kishte ndodhur? Sa do të humte njerëzimi. Kërë po se pyet më. Sa do të humte njerëzimi, më vërtet. Sidomos vajzat. Pastaj kam shkuar në kamp të Tropojës, 3 muaj. Dhe më tregon ime më i madh që atje ishte edhe një punonjës operativ i zonës, nga këto sigurimit që ishin bërë miq. Dhe unë i kisha që qëros para, këtu mrapa kishe ca flok. Dhe ky më thëriste mua Lenin i vogël. Të zi që këshu. Lenin. Dhe pastaj jemi transferuar përsëri në Tiranë, ca kohë, mama jemi ka punuar tek shtëpia butuse, kurse babi vajti ushtar. Vajti ushtar mbasi linde ti? Po. Qa sakrifica do me ta? Dhe mëtej u transferuam në Ballsh. Atje sepse të dy arsimtarë dhe vajtëm atje. Ka qenë mosha 3 vjeç, 3-4 vjeç kam pas qenë unë, kur kam shkuar në Ballsh, mëtej. E mban mend? Po e mbaj mend Ballsh, unë kam patur flokë të verdha. Edhe një çoka, një tuf flokësh, kur mi kam prerë në Ballsh, ime më milin të gjata. Dhe aso kohë, imagjino viti 73-74, ishte si të thuash edhe mentaliteti ndryshe që një djamë mund t'i mbate flokët e gjata dhe fëmijë i vogël. Dhe kur vajtëm në Ballsh, mi preu flokët. Mi preu dhe fillon duke mund zjerë nga jo mosh. Po ka ruetur një tuf flokësh të verdha që kam në shtëpi dhe sot i që i ruanin atëherë. Po. Kush ishte nuni? Jo, ishte prerë që tek berberi, se nuk bëj fjalë atëherë për kumbari, se kohën e berit. Ishte kështu gjërës atëherë.
Ja, do nuk pagëzoj, sepse nuni apo kumbari është për pagëzimin, apo ja? Është ai që të mban? Zakonisht në varg kultura të ndryshme, po unë mbaj mend që në vendin tim, ai që priste flokët, ai bëj dhe kumbari, se ne nuk bënim pagëzime, se si shim të prishter. Mo mi ka për berberit, do të kështu që nuk e di. Ai mund të ishte nuni. Dhe pastaj në ballë që jam rritur. Kam bërë deri në moshën 18 vjeç kur erdha në fakultet të mjekësisë, këtu kam ndërtuar në Konvikt fillimisht. Pastaj erdhën edhe prindërit e mi dhe u transferuan edhe ata me shtëpi, morëm një apartament me qira këtu në Tiranë, në Allies, Cilalje. Dhe po më lërti bëj unë këta. Po, tani duhet i bësh ti. Unë po pi pak. Ashtë në bëj qef. Sot kemi një verë shumë speciale që e kemi menduar që ta shoqërojmë me carbonarën, po. Është një greketo nga Umbria, Leonardo Bussoleti, kantina. Nuk e di si e kem ti marrëdhënien me verën. Tani unë nga ngjyra arrit të dalloj të bardhën nga e kuqe. Jo ka Kjo si ka se bardhë, që ka si e verë. Kjo është një ngjyrë shumë e bukur, dorata. Se nuk jam njohur si miri verave. Unë njoh atë që më shijon, po më shijoj them është e mirë, kështu që Po mirë, edhe këtë dallojmë domethënë që verë. Po kemi një sommelier tonin që kemi shumë të fiksuar që të na i bëj të kombinimet siç duhet, kështu që bravo. Prandaj është edhe e përshtatur me recetën tonë sot. Dje kam bërë një barbecue në shtëpi, se isha në shtëpi në Romë, kam familjen atje. Dhe tek ajo borë kam një borë të vogël të shtëpia. Kishim me ca miq. E fillova me I mbledh shpesh herë miq atje. Po kur jam atje her pas here bëjmë një barbecue. Ime shoqi gatuan do gjë në shtëpi, kurse unë jam eksperti i pjekjes. Pastaj ti miq më të shumë besoj që i ke në Romë. Jo, kam miq më të mirë kam në Shqipëri për atë punë. Sepse sado që kam ikur para shumë vitesh, avash po bën 30 vjet. Po ato rrënjët unë këtu i kam. Dhe megjithëse jam gjendur mirë me jetën në Itali dhe kam marrë dhe shtetësinë italiane, se unë atje kam njohur shumë njerëz pal shkollës edhe punës. Nëse ta zgjoj. Mos të na digjet, ë? Po dojq. Do të ham. Mos ham di. Po ndërkohë, unë sikur të grija të pekorinë, unë si thua ti. Po grije na. Më fal. Të marrim një rende, po nuk qenë nga këtu, duhet të jetë këtu, se këto asnjëherë nuk mi lënë në një vend gjërat. Okej. Gjatë gonçale kemi. Kjo ka marrë E ka marrë valë. valë, po jemi në kohë ta jetim pastën? Arrim në kohë? Sa, 8 minuta është jo? Po, 8 minuta. E lëmë edhe pak të që t'jemi të sigur. Nuk e ta bëjmë, ta kemi filluar kremin kur ta nisim pastën. Spaghetti alla chitarra. Falvo. Kjo të bëhet më shpejt se sa 8 minuta. 8 thot ajo, por ne shohim pastaj. Edhe herë pas herë, si që thash, bëjmë doj barbecue atje. Dhe unë kam qef të marrë qofte nga Shqipëria. Po pse qoftet janë më të mira qoftet? Ku ka qofte Italia për zotin? Nuk kanë qofte fare, do? Ata i kanë qofte me sugo, dhe thonë, për petel sugo që i bëjnë. Të mira shumë i kam për që. Të qofte tona në Prush nuk i ka, nuk i bëjnë. Mos na duhet e imët fare neve kjo, pekorino? Dhe në e imët është i mira. Ta bëjmë nga imta, për. Po, bërë të ke imta. Sa gram na duaj, apo ti edhe sa të dua? I me bi thot a sentimento. Okej, si ta haj syri. Si të duket ty. Okej. Dhe është një lokal këtu, Met Kodra, tek Pazareri, që
që bën qoftet më të mira që ekzistojnë për mendimin tim. Dhe unë ato qofte kam provuar kur kam qenë student e meti ishte gjallë. Dhe ti vazhdon që ti marrësh Që pak. në vitin 90, 91 ndoshta, kur unë i kam gjetur atë si lokale dhe i haja qoftet në tjerë. Qofte dhe bukë që ishte me ti ndjes pas. Dhe Sa e bukur është kjo kur tradita vazhdon? po janë dhe kanë të shkuar pikërisht se në të kodrat tradita vazhdon. I kanë gocat. Sa e bukur. Gocat. Dhe e kanë ruajtur fiks si papaj. Ti dhe me kaqe? Po, mendoj që janë bërë ato. Okej. Po e heqim. Kështu që i heqim të ftohen pak. Ta lëmë njanë këtu apo do e fikësh ti? Atë e fikim këtu, është kjo të zero. Dhe unë i marrë të fresta, i qoj në rom dhe i bëjnë në fusë në... Bën barbecue në Së bashku me gjëra të oborin tjera. tënd. Së bashku me gjëra të tjera. Dhe kësaj radhe bëm ca qofte. Unë mendoj që është okej. Me sushi po. thuati? Tani na kanë ngelur veza. Po. Dhe këto po lë këtu, se aty ndoshta na digjet përsëri. Tasin e vezës ku ta bëm? E bëjmë tek kjo. Që Nëse do atë telin më të madh në thuaj. ne ta shohim nëse do të ndaj vetëm të verdhën do të. Po prit, të verdhën të Po, bardhën të i dhe këtu. kytasi këtu, Ah, okej, të bardhën të që këtu. mos të pengoj. Se do t'i maqi zoti sa... Që jap një tas. Ja, e ndava. Do hedhësh direkt aty pastaj, Po, okej. këtu. I dhe aty po. Një. 3 do të jetim apo jo? Po sa të duash ti, për shto ti unë si mbaj mënd. Bisketi unë kisha shumë pritshmëri që ti Dhe isha mjeshtër i madh si... të pastën po. Po, fundim gjipali. Tani nuk themi sa shef fundimi, po prapë se prapë unë prisja që ti ta kishe Ti ishe ta që më tregoje mirë. mjeshtrinë edhe këtu. Ah, ja, iku edhe kjo. Okej, edhe një. Fundimi... Ndërkohë atëherë unë të jetë pastat, Po, hidi. po fundimin nuk e arrim dot ne, dhe themi shqyqyr që e kemi se E ka edhe një lokal në Rom. po ti duhet ta frekuentosh edhe atje. Po. Bili se i që bën, i hedh edhe tartufo karbonarës. Edhe kam shumë qef. Po neve do i shtojmë pak vaj tartufi. Apo ka pak i ndyrë kjo? Receta standard, si të është historike, është pa tartuf. Po e Me di, sa di. po shihet pastaj janë De gustibus non disputandum est, ka thënë Jules Cezari. janë të ndryshme. Shihet nuk diskutohen. Çdo shihet është e drejtë. Mjaftojnë kaq, e? Okej. Se mos duhet më tepër, ja? Jo, besoj që për kaq pasta sa ne kemi, ajo është okej. Dele mjafton. Dele dhe pra. Neve na duhet një, Pasën e hodhe, po. po. Sa të filloj të lëshohet, janë pastat freskëta, spagettinit freskëta. Okej. Shiko, kuzhina është pasion, është... Ashtu është. Të kesh qef edhe të eksperimentosh. Si po, do të ndihmojmë ty? Po, talem edhe pak një se mos Okej. na trashet me atë këtë kamera kam. Po do t'i kalojmë dhe pak ujë nga pasta, me që të Shavash. Mirë, bëje trazoja që sa nevojitet. Ajo dhe tani presim pasta. Gëzuar, s'kemi. Për pastat që po bëjmë sot. Me meriton. Sa puntate ke bërë të podcastit? Kemi bërë më shumë se gjysma. Po çfarë keni gatuar? Që s'kemi gatuar? Kuzhinë shqiptare apo? I kemi bërë mix, disa receta italiane, disa shqiptare, po më vjen mirë që kemi bërë dhe shqiptare. Po. Edhe përveç na kanë dalë shumë të mira, po është edhe ajo ideja që ne përpiqemi që ta ruajmë këtë traditën tonë. Edhe kur personazhet zgjedhin të gatuajnë receta shqiptare është
Qa di të bësh ti nga kuzhina shqiptare? Ose qa të pëlqen më shumë? Unë di të bëj bukë me gjalp, do të se për... Okej. Bukë me gjalp, okej, po më thash bukë me vaj. Di qa më kujtua? Më kujtua buka me vaj. Disa shpeshe ha. Eksakt, bukë me vaj me sheqer më kujtua dje. Bukë me vaj ulliri me sheqer. Atere, u bë, nuk e di se sa viti kishte që unë Po qa kisha bërë o sot? I kisha bërë gati që t'i haj me vaj dhe me kri. Po, pa tjetër. Po nuk është se kisha bërë gjithën për vete, të dhe shumë bukë. Po që kemi ndaj më shumë, Në vaj, kripë dhe tomate, vdes. Bile s'kam vjetur ca domate që kanë atë shien e kozë. Ajo është receta ime e verës. Unë për verë Po, e kam gjën më të pazëvendësueshme, se është shumë e thjeshtë, do me thënë, më shumë se e thjeshtë. Edhe është shumë e shishme, freskët, plus që vaj ullirit pastaj nëse konsumon vaj ulliri nuk ke nevojë të marrësh gjë tjetër. Do ta mbajmë kohën e këtyre apo ti provoj me unë e provoj gjithë, asnjëherë se mbaj kohën, unë e provoj kështu në gojë. Okej. Ndaj, nëse do ta provoj kështu me të kputur. ta provojmë me të provume, tamam. Okej. Dhe kush ishte ajo pjata që ty të pëlqente më shumë ti kur të gatuante me mami? Atë unë do të them pjata që nuk më pëlqente, ishin dy pjata. Bamjet një dhe preshit dy. Po ime më linte pa ngrënë, thoshe, o do të hash këtë që kam gatuar, ose atë quni vetëm, unë qunë sus. Tipike mama shqiptare. Sa mirë e bënte. Tani vdes për bamjen. Ndoshta janë bërë, Jo, do t'i lëmë të një qikë se sa i hotëm. Jo, nuk janë hapur akoma. Do dhe ca. O haj thoshte ose s'ke gjë tjetër? Po, si gjitha nënat e asë kohë, o ha këtë që t'ka bërë, nëse ishë. Dhe unë i kam mësuar të gjitha shqit asaj kohë. Si kuzhinë e varfër, neve mund të hanim mish një herë në 2 herë në javë. Dhe ne ishim stres e pasur asaj kohë, si të thuash. Po sepse babi ishte drejtori i shkollës, 8 vjeçare, mami ishte mësuese dhe kishin rroga të mira. Dhe kur vinte puna, përsëri nuk i gjej në dyqan, se mos vitet e fundit. Nuk gjej produkte, sepse duhet të çoheshin në 4 të mëngjesit apo 3 të mëngjesit. Kur fillove ti ti hash bamjen? Po që i vogël më kur mi bënte me ma. Jo, po që ti pëlqesh, se më thej që ti vdes për bamje dhe... Në Itali nuk gjem bamje, kollaj. E di. Emigrantët kur ikin marrin 2 gjëra me vete. Ullinj me shumicë, edhe llokume në fakt. Shumë herë. Unë kam ullinjt e mi, sepse kemi mbjell tek toka e Vjerrit. Dhe marrin shumë bamje. Në Fier, në topojt e Fierit, kemi mbjell ullinj, kemi 1500 rrënjë ullinj, dhe bëj edhe në vajnë dhe ullinjt e Vjerës. Dhe Vjera në i për ullinj, se vajnë e po Vjerë. Del vaj shumë mirë. Kështu që ti këto produktet kryesore ti ke siguruar. Tek hoteli kemi atë kuzhinën tonë të hotelit, të Kate-it, ku akomodojmë pacientët, edhe mua më sillen drekën prandej. Gjithë stafi zakonisht porosit atje. Se jeni dhe afër në distancë. Unë i them, më sill çfarë të duash, ata në orën 1, më sillen gjithmonë një diçka ndryshe. Çfarë të duash, edhe gjellë. Nuk dua, unë ha një gjellë, 2 feta bukë, edhe i sallat për drekë. Edhe jam pikërisht kur sill bamje apo grosh apo patate, këto gjërat apo preshë. Ju është ushqimi me cilin ne jemi rritur. Po. Kështu që nuk e zëvendëson asgjë në fakt, as për shije, po as për vlera. Po i konsumove gjitha perimet, jenë në rregull. Po sepse është mosha kur krijohet ato si thua shija e njeriut. Mësohet me atë dhe edukimi i njeriut në moshë të vogël përfshin edhe këtë gjë. Prandaj ne i duam kaq shumë ato gjërat e dikurshme që këta të sotmit që mësohet me krudi. Dhe kërkojnë krudi gjithë jetën. Mendoj që neve ta bëjmë ta hedhim këtë kremin, sepse kjo të ndihmoj unë që ti të trazosh. Hajde, hidhe ti dhe për të hedh. Hidhe sa të duash ti. Duke e parë se si na shkan. Ti hidhe me qikuja.
Do hetim pak ujë nga e pastës, por kur ti bashkon me pastën. Besoj që është okej. Të shtojmë dhe pak ujë, e bëhet akoma dhe më kremoze. Tani u bëllat shkjo. Po ashtu bëhet ajo zakonisht. Shojmë edhe njërë pastën. E mora veshën të vitë të ha këtu ditë për ditë. Atë duhet mësosh këto pajisje coba ku bëhen ku... Nga një herë ndalim vonë me... Pastat janë gati. Të ndajmë këtë? Të ndajmë pak ujë që të kemi, pak ujë nga pastat. Që të kemi për kremin. Ka që është okej. Unë tani po bëj si specialiste. Ti e specialiste të zunë. Shumë ka marrë për hongër, s'ka marrë të gëtu. Tani po këto ku do t'i ndajmë, po kështu si që është. Ato i heqim më njanë që t'i heqim nga yndyra. E se heqim. Të duhet një luk, një qfar, ose një tip, edhe kjo mund të bëj punë. Okej. Ta bëjmë pak kështu. Mos lëm asnjë. Jam kuzhinieri më i keq që ke këtu në podcast. Ja, ne nuk bëjmë kështu krasi. E bëj vetë i parë. Ne me personazhet nuk i kemi marrë nga aftësia e gatimit. I marrë për qef. Kemi marrë për qef fix. Mund edhe që t'ja heqim yndyrën, mund t'i kalojmë aty. T'i kalojmë këtu? Po kulloj pasta. Pastaj ti ke bërë gjëra të tjera shumë më të rëndësishme se sa pasta. Qoftë edhe kish në prush. Këtë kam bërë. Tani do t'i hedhim... Tani do t'i hedhim pak ujë. Po, pastaj do t'i kalojmë në... Okej. Atëherë jepim ujë. Ti thjesht trazoje me shpejtësi që mos nga që kjo është nxehtë. Okej. Të marrë atë formën e kremit. Tu dojnë që rritëm kjo. Që sa më shpejt mundesh. Rritëm usta, rritëm. Tani e kuptuar të gocën timi qa heqe buan ajo për të bërë këtë gjë. Tani, ne do të bëjmë dhe pak djath. Pecorino, që ajo të bëhet kremoze aq sa duhet. As e holl, as shumë e trashë. Mirë, jemi. Ha? Ja dola? Jemi. Okej. Mjaft kështu? Apo do t'i hedhësh apo më? Do edhe një qika. Jo, uj nuk do më. Por do edhe... Të përzisht të gjithë. Atë pjesën e kremozitetit. Duket mjeshtri. Nuk jam fare mjeshtre, po themi. A thash, unë jam mjeshe për të hongër. Okej, mendoj që nuk duhet humbasi më shumë kohë. Të hajë aty? Po. Ke nderin. Nderin dhe kënaqësi. Okej. Bërë mjeshe. 100% tani, nuk kemi. Nuk shkojmë kot, shku sa ka kjo, që është ajo? Tre që regullin a Qa shëtë. thot ti, po spatulat prandaj u shpikën. Kam përshtypjen që spatulat do i ketë shpikur në i gjirokastrim. Dhe mamaja ime. Okej.
Tani. Vazhdo, trazo prap. Më futën në punë, Kjo do saltuar më shumë, që mos dëmtohet. Sa shumë po kërkon prej meje. Që mos në dëmtohen pasta. Kja hedhim ca këtu atëherë, apo jo? Ca ti hedhim tani, ca do t'i lëm për në fund edhe. Po. Ja, super. Në ngjyrë është fantastike, kështu që edhe në teksturë, kështu që duket që i kemi bërë të mira. Ja, dole me kësaj radhe. Po, edhe kësaj radhe. Ja, ta provojmë që të një. Ta trazojmë apo i një okej? Është okej. Në kështë edhe në pjatë. Është një trattori në Rom, në restorantet tipike. Do ta kap me dy kështu me piruna, si këtë apo? Po e mira ashtu do ishte, nëse ti do mundesh. Po do të mundesh, po ta marrim këtë. Merr edhe këtë, dhe kjo të ndihmon ose marrim këtë më të madhen. Që ti bëjmë siç duhet. Dhe po thoj, janë një dy, është një trattori tipike romane, unë shkoj her pas here. Sepse në kuzhinë që bëjnë ata, vëllqen jashmase. Atje është plot me trattori romane, por këta njëherë ndalë Kordaro ja emrin, në vëllqen në veçanti. Kjo është e jotja. Ndash me ti, ndash me. Jo. Unë time do të hecë shumë pak. Okej. Shumë pak. Unë të shikoj, po anyway. Si fillim, do hecë pak. Për mua ka që është okej, mendoj jo. Është okej. Si gjitha femrat, me mbajt vete në formë. Majnë që shumë? Po, të edhim këtu për parte, të edhim të jo tjetra. Të edhim një qikë të kjo. Të edhim edhe pak nga ato që kemi bërë, edhe më duket se jemi afër fundit. Më duket se. Këtu kemi një pari pinca që doktori tani tregon mjeshtrin e vetë. Jo, du t'i kemi këtu. Këtë tjetra? Jo, i kemi këtu. Ato? Dekoroj tani. Për dekorim. Qa me të nove kur thash pinca? Më thaj se që do të bëja? Ja, po të gjitha mo, po që bërë? Zdo ma, ti heq? Do na mbysi. Po s'ka gjë, se po bësha ka po të bëtë s'ma. Po ti heq sa, sepse ndihem vetën e fajti pëstej. Hëngra shumë sot edhe... A që janë okej. Rish një arë pangrem, thot mjetë balë. Ashtë. Të lumshin duar, bëjmë një gëzuar dhe ikim në kuzhinë me shumë krenari. Ikim në kuzhinë, në tavolinë, në fakt, se në kuzhinë jemi. Po marrë dhe serviset. Po kemi vëndin? Këtu? Gjithë vend dhe ullu. Këtu po shopshishet. Të heqim për parset që të hamë rehat. Më qënë se bëm si për pjatë pastash. Unë ha më rehat me për parse, kështu që nuk bëjmë pis, por nejse... Nuk do bëjmë pis gjithësësi. Ta lejmë këtu, apo... S'ka gjë. Po, ma jepë mua. Tu kesh një për parse dhurat nga Food Lovers. Faleminderit. Që ta veshësh kur të gatuesh për miqtë tu, për familjen, për... Këtë dëshirosh ti për stafi. Më thej që gatuan dhe për stafin. Her pas here. Kemi gatuar një 2 herë, para shumë vitesh. Shumë vitesh. 7 vjetë ndoshta. Kemi gatuar aty në një nga apartamentet tona, se te Katie kemi dhe disa apartamentet të tjera që i përdorim për pacientët.
Dhe tek një nga këto apartamente u mblodhëm e gatuam aty dhe pastaj hangëm të gjithë bashkë me stafin e marketingut. Kemi bërë një gafë. Nuk kemi hedhur piper. Po pra. Si mund të harronin piperin? Faleminderit. Wow. Detajet bëjnë diferencën, nëse të mos në këtë lloj, Qartë. pastaj duhet piperi, Piperi ai gjithë lezetin. gjithë lezetin. Neve bashk, Skerdi, kemi një të përbashkët. Ne i bëjmë njerëzit të bukur nga brenda, ju i bën njerëzit të bukur nga jashtë. Si mendon? Nga mendojnë, ne kemi një lloj bashkëpunimi bashkë, kupton? Për sa i përket formave. Ti i rrumbullakos edhe unë i holloj. E shikon? Ka bashkëpunim. Na lidhen shumë mirë gjërat. Po shumë i ka bërë. Si lindi Kate, Skerdi? Si, Ti duhet kesh folur kaq shumë për këtë punë, sa që ti s'flet për gjë tjetër, po. po të gjithë këtë më pyesin, nuk më pyesin nëse jemi në shnet, po thonë më pyesin Po për me testin. shnet si kokra e mofës dukesh. Tani unë isha vizitova ambientet e reja. Fakt nuk kisha qenë më përpara, nuk më kishte rënë rasti. Po ajo që pash tek ty ishte filozofia jote që fillonte dhe nuk mbaronte, fillonte ndo dhe mbaronte te yjet. Ka një filozofi aty, se kur kam ideuar Kate-in, ka pas qenë viti 2010, 2009-2010. Dhe në 2011 kemi filluar me vizitat e para, edhe me operacionet e para. Dhe unë e kam konceptuar si një anije kosmike e cila ecën drejt yjeve në hapësirë, drejt galaksive. Që të cilën e kam reflektuar shumë tek salla e re e operacionit, tek reparti i ri që peti edhe me yjet në galaksit, tek Kate Dental që e përfunduam tani afër. Një shërbim i ri që i shtohet klinikës Kate. Dhe si çdo gjë e re që shpiket ose që ideohet, se unë nuk është se kam shpikur ndonjë gjë të re, por kam qenë pioner i kirurgjisë estetike në Shqipëri. Dhe e dija që shpejt do të fillonin të tjerë duke bërë të njëjtën gjë, duke imituar apo duke bërë më ndryshe, pak në cika të gjithëve. Si puna sa që hapet lokali i parë, do hapen edhe 100 të tjerë, se normali. Dhe ne jemi ndryshe, po jemi shumë ndryshe në krahasime të tjerë. Të them jo se jemi ne, por e them se vërtet është e tillë. Dhe ka të tjerë të cilët përpiqen të na imitojnë, të na ndjekin, të bëjnë të njëjtat gjëra, etj. Që ne i bëjmë gjërat aq të komplikuara, ne nuk shqetësohemi sa që vështirë. Po, shiko, ne i bëjmë aq të komplikuara dhe të vështira gjërat sa që të tjerët e kanë vërtet jashtëzakonisht të vështirë që t'i arrijnë. Ta kopjon. Kjo është e para. E dyta pastaj është ajo që sa të tjerët fillojnë kopjojnë këtë gjë që ti ke bërë dhe një 5 gjëra tjera që këtu dalim te galaksit. Ato do t'ju marrë shumë kohë për ta. Pra kur të tjerët fillojnë edhe zvarriten nëpër tokë duke munduar të kapin, ne kemi atë hënien tonë kozmike që po ikim drejt hapësirës, universit. Pra ka një diferencë shumë të madhe midis asaj që bëjmë ne dhe asaj që bëjnë të tjerë, dhe si e bëjmë ne dhe si e bëjnë të tjerë. Jam shumë kurioze se si ka qenë ajo indicia jote e parë për ta sjellë të shërbim në Shqipëri. Si e para klinik. Unë kam filluar me ortopedi. Kam qenë ortoped nga Italia, me të cilët punoja. Kemi hapur një studio të vogël mjekësor dhe bënim operacione ato klinikat e para që ishin kirurgjikale në Shqipëri, po ishin shumë pak që ishin dobët, keq, nuk ishin akoma këto spitalet e mëdha private që janë hapur. Dhe ndërkohë punoja edhe si anestezist në Rom. Aty një dy mikeshat e mia shqiptare
më kërkuan një favor për të bërë ndërhyrje estetike. Edhe thash, patjetër, punoj edhe në kirurg plastik. I vjen gjumë pacientët ata operon dhe një fjalë mirë. Si merri ortopedët, nuk merri edhe... Po, dhe ishin vërtet të zotë, i sotë këta me keshët e mia u operuan. Aty dhe pita, në Shqipëri s'ka. Po mërë të shumë, po i sjellë. Aty në Shqipëri. Dhe i sotë në Shqipëri, kjo ka qenë ideja. Kështu nisi do më thënë. Po, dhe duke qenë se kirurgët italian, i vura emrin Kate, që njerëzit shpesh mendojnë se është goca ime. Jo, Kate, bile se shkruajnë edhe, sidomos të huajt, i shkruajnë edhe Kate, si në anglisht. Jo, Kate është një akronim, pra kirurgjia estetike italiane Tiranë. KEIT. Në ka dalë shumë bukur si emër, ndaj ne jemi edhe brand, të ne jemi regjistruar si brand, ka vite që jemi regjistruar si brand. Ata nuk jeni vetëm në Shqipëri. Ja, kemi të regjistruar në Shqipëri, në Kosovë dhe brandin edhe në Europë dhe në botë. Në WIPO edhe EIPO në Spanjë. Që përdoj që të shkosh Kate është një brandi i mbrojtur. Jo, ishte të ishte mbrojtur. Ku e ndjeve ti që mjekësia ishte ai drejtimi yt i pa tjetër sushëm? Si përfundove në mjekësi? Shiko. Se mua më duket se mund të ishe bërë një regjisor shumë i mirë. Unë kam mbaruar shkollën mesme në moshën 18 vjeç. Edhe ka qenë viti 89, akoma koha e Enverit. Enveri kishte vdekur, po, ishte Ramizi. Dhe në moshën 18 vjeçare, njeriu më tepër nuk di se sa di. Por shpesh njeriu në atë moshë mendon se di shumë. Unë nuk dija se çfarë doja, më thënë të drejtën, nuk dija se çfarë mund të zgjidhja dhe duhet të zgjidhja. Dhe kisha fatin edhe ndoshta edhe impenjimi im që mund të zgjidhja, sepse në ato kohë ti nuk zgjidhe dot degën që doja. E vendoste partia, e vendoste qeveria, shteti, si thua që ku do të shkoje. Ku ishin ato kodat? Po ku të ketë nevoja deu, ishte. Dhe o kishte nevoja deu këtu. Dhe vetëm ti bëj kërkesë për 3 vende, e pastaj vendoste komiteti ekzekutiv se cili nga këto 3 ose edhe diçka totalisht tjetër, se ishin kuotat, ishin ndarë ata, se çfarë kishte nevoja deu për inxhinier, mjek, ku diun, agronom, gjithë. Dhe vetëm ata që merrin medaljen e artë mund të zgjidhin. Po. Unë kisha mbaruar me medaljet e artë. Po nga klasa e parë fillore deri në vit 4 shkollës gjimnaziumi isha me 10. Ne kam marrë medaljen e artë. Dhe zgjodha miksin. Pse do të thosh ti miksin? Më influencuan më tepër prindërit e mi. Se me të drejtë thoshin, shiko, mjekun edhe pushtuesi nuk e vret. Se i duhet. Sepse ruhet. Mjeku ha bukë edhe në kohë lufte edhe kohë paqe. Ndaj bëhu mjek më mirë edhe me këtë ide, nga që nuk kisha ndonjë pasion të veçantë që duhet bëjmë ku diun artista, duhet bëjmë piktora, skulptora, arkitektë, gjëra të tilla sepse kisha. Megjithëse kanë qenë shumë i zotë edhe në vizatim teknik edhe në pikturë këtë gjëra të tjera, por se kisha pasion. Vendosem miksin. Gjete vetëm shumë mirë ta mjekësia. Dhe mora me qef miksin, me thënë të drejtën. Ndaj që në vitet parë, vitet dytë të ëndra ime, kur filloi u pri sistemin në 90-ën, në 91-ën e këto. Ajo ku u hapër në dyert dhe të filluam duke njohur nga pak botën. Ajo ndërimi ishte që të bësha kardiokirurg, sepse emri kardiokirurgut është emri i madh. Është ai që bën operon zemrën. Dhe të bëja klinikën time private. Për fat të mirë nuk u bëra kardiokirurg, dhe bërë klinikën. Se po të ishe bërë kardiokirurg, nuk do të kishe bërë klinikën, e sigurt. Pjesa e studimeve në Itali, si? Po ka qenë në viti 97, unë në 96 kam punuar një vit në
në Institutin e Shëndetit Publik, se jam laureuar në 95. Isha 24 vjeç kur mbarova shkollën e lartë. Dhe kam punuar një vit në Institutin e Shëndetit Publik. Aty vinin nga Instituto Superior Sanitar, ishte një grup kolegësh, të cilët kishin ardhur në Shqipëri për të bërë një bashkëpunim me Institutin e Shëndetit Publik dhe Ministrinë e Shëndetësisë, dhe merreshin më tepër me studime shkencore për sa i përket ujrave, për sëmundjeve, poliomielitit, kolera, këto gjëra të tjera që kanë ndodhur asë kohë në Shqipëri. Dhe me ta u njoha aty kam mësuar kompjuterin. Nga mësuar ata ishin kompjuter të para në Shqipëri. Dhe kam punuar shumë me ta për mbledhjen e të dhënave, për hedhjen e të dhënave në kompjuter, për këto studime shkencore. Ti italisht besoj që ishte. Aty mësova, do thënë edhe e perfeksionova se kisha mësuar më parë italisht, kam mësuar vetë autodidakt. 92-93. Të ndihmoje aty dhe një. Po, më ndihmoi kjo gjë. Dhe këta donin të organizonin një konferencë në Rom për të prezantuar këto të dhëna, kërkime shkencore. Ndodh që ishte 97, shkurti 97, filluan këto rrëmujet. Kishin ftuar në konferencë edhe Ministrin e Shëndetësisë shqiptar. Plasën rrëmujet, qeveria dha dorëheqje, ministri deklaron që s'vijnë dot, këta s'postojnë konferencën. Unë ndërkohë kisha marrë vizën, se më thanë do të vish edhe ti të prezantosh të dhënat e tua. Kisha marrë vizën. Këtu plasi rrëmuja, dëshira për t'i kurjash ishte e madhe, një dash avionit me atë vizë dhe ngecën në Rom. Zura derën atyre. Edhe më ndihmuan shumë, më morën në punë në Institutin Superior Sanitar, pastaj fitova një bursë studimi për shtetas ekstrakomunitar, siç isha dhe jam sot e kësaj dite, nga Ministria e Jashtme Italiane. Bëra një specializim atje për higienë dhe mjekësi preventive, e marrë me ricerca me studime aso kohë. Pastaj bëra edhe një doktorat atje, gjithmonë të dy e kam për në La Sapienza. Dhe në një ditë të bukur ndroj mendjen e dua mjek të punoj me pacientët. Dhe vendos që të bëj specializimin në anestezi. Ndërkohë bëj edhe njohjen e diplomës. Kam për vitin e 6 përsëri në La Sapienza. Kam dhënë 9 provime për 8 muaj studio, punë se në budallajt, bash provime gjitha, bëra tezën. Me ide të qarta. Dhe pastaj u futa specializimit në anestezi reanimacion, të cilin e mbarova në 2009. Edhe me që kam qenë kështu kal karrocë dhe jam në sot e kësaj dite në studime, unë kam mbaruar edhe ato. Atje në Itali kam mbaruar të 3 me lode, maksimumi në notave. E një ditë të bukur pastaj vendosa që të bëj si për Marsin, sepse erdhën këto mikeshat që donin të bëjnë operacione. Edhe fillova. Të futën idenë në kokë. Po fillova në mënyrë kështu, të lash pa ngrënë s'kerdi. Ase kisha mos i mrek se nuk ri pa ngrënë. Nuk e kisha menduar që fillimisht nuk e kisha bërë në plan se si do të ecë, çfarë do të bëja. Edhe eci u bë. Po ndërkohë mua më rezulton që ti familjen e kishe bërë në këtë kohë. Se familja është një pjesë shumë e rëndësishme e gjithë rrugtimit të gjithë secilit. Dhe aq më tepër që ti kishe bërë familjen dhe në të njëjtën kohë prap kryeje studime, doktoratura. Po, unë kam pa u penguar ose pa të ulur. Goca ka lindur kur po bëja specializimin e parë. Fokusi. Goca në 2001-shin. Edhe me bashkëshorten si e njohur në Itali? Jo, në Shqipëri. Në Shqipëri, do me thënë ju ikët bashk? Jo, ika tek Poll. Edhe e mora më mbrapa, pas një vit e gjys, arrita që ta marr, se nuk ishte lehtë të bëj bashkim familje. Jo, madje edhe sot kam përshtypjen nuk është e lehtë. Jo, atëherë më ndryshoi ligji, sepse unë kisha një permesso di soggiorno për motivi di studio, sepse fillova specializimin. Dhe nuk lejoj që për motivi di studio të bëj bashkim familjar. Ti kishe ikur për studim, pra? Po, dhe u bë ligji Bossi-Fini asaj kohe, i cili ndryshoi, lejoi që edhe kush është student të sjell familjen, bashkëshorten gjithë. Dhe unë printova ligjin, me studiova.
Se nuk ishte që online atëherë, nuk ishte një po Google këto gjëra nuk ekziston. Dhe Po shikoje kush ishin ato hapësirat që dhe bëj kërkesa që bëj në questur për bashkim familjar. Ma aprovon kërkesën, më dhanë një nullaos të i thonë, marrë atë me vetëm, edhe ligjin me vetëm. Vi në Tiranë dhe shkoj së bashku me ti me shoqi në konsullat. Ata në konsullat nuk ishin të agjërnuar akoma. Sa kishe dalë, se kishin marrë si... Unë isha i pari student që prezentoj në konsullatën italiane për të sjell gruan me vete. Edhe më thonë që jo nuk bëhet, nuk lejohet më të ti studje. Për thash, ja të ligji. Aty ishte në sportel një shqiptare, e cila, si gjithë në shqiptarët, sante pyk. Nuk bëhet, se e di unë. Por për ja ku është ligji, jo, s'bëhet. Në ato moment, kalon shefi e saj italiane, e shikon të debate me mua. Dhe thotë, si është mora, thashë, që kështu, thashë, unë jam mjek, specializat, po bëj këtë gjë, po duhet bëj bashkim familjar. Po s'lejo ta. Thashë, ja ku është ligji. E mori e pak, këtë drejta, atëherë unë do t'jep nullaos ata, këtë neve nuk na kanë informuar akoma. Të ne nuk ka ardhur akoma kjo informacion. Do t'ja vizën për motivi di familje. Mori vizën me shoqet. Edhe erdhi atje. Se unë jam martuar i ri. Jam martuar 96, 25 vjeç. Duket që i ke bërë qërat me shumë... Me nxitim, me ngut. Me ngut, po edhe me shumë plan. Më qa plani, unë me ti me shoqe kisha që... Unë me ti me shoqe dhe nuk i kam për as me nxitim, as me ngut. Sepse me të ishim lidhur bashk që kur ishim 16 vjeç. Dhe pas 9 vitesh që ishim bashk, në mosur 25 vjeçare është së normale që më këto. Kishe më, çfarë prisje. Pastaj nuk është si sot që presin të bëjnë këtë 40 vjeç, këtë martohen, e pastaj nga 60 vjeç që të bëjnë një fëmijë. Kemi qenë ndryshe dhe mendoj se kemi qenë edhe më mirë në këtë drejtim. Kështu që shumë e bukur. E gjithë gjëja se si ka ardhur. Për familjen. Faleminderit gjithë. Një jetë me bashkëshortën, kur ti thua 16 vjeç, unë mendoj që prapë është një jetë, se 16 vjeç e para nuk mbajt mund asnjë gjë. Janë bërë 38 vjeç që jemi bashkë, unë jam 54 vjeçtër. Vetë se mban më veten mund ndryshe, me shumë siguri atë. Bashkëshortja nga biseda që bëm, por edhe reflektohet kjo gjëja, nuk ka nevojë shumë të nënvizohet, por ka qenë një suport shumë i madh i yt në arritjet e tua dhe në ato çfarë ti ke ndërtuar sot. Duhet të kesh një krah shumë të fortë që të ecësh përpara në të gjitha hapat që ti ke ndërmarrë, mendoj unë. Sigurisht, sepse sidomos kur ke familje, kur ke dhe fëmijë, që fëmijët janë gjëja më e rëndësishme për një prind, qoftë nëna apo qoftë baba. Dhe nëse nuk ke dikë që përkujdeset për fëmijët ashtu siç duhet, siç e meriton, siç çdo fëmijë, nuk arrin dot të bësh ato të realizosh të ëndrat e tua, po objektivat e gjitha me radhë ashtu siç duhet. Ose nuk e realizon dot fare. Sepse unë kam qenë dhe jam i sigurt që familjen time, fëmijët e mi, i me shoqe i ka rritur, i ka edukuar, i rrit edhe i edukon edhe sot e kësaj dite që janë të mëdhenj, gocën e kam 24, që unë e kam 19. Dhe goca ka ardhur edhe punon tek ne, më ndihmon ajo, më është bërë krah. Ardhur në kek tani. Dhe falsaj, unë kam, si të thuash, prapa vjet të sigurta. Por nuk është vetëm kjo. Çdo mendim, çdo ide, çdo gjë kam diskutuar dhe vazhdoj ta diskutoj me të dhe jo vetëm më mbështet, por ka edhe këtë tjetër që është një farë frene dore. Sepse kur je në krye të një sistemi, ne kemi ngritur një sistem që quhet Kate. E kam ngritur unë së bashku me të gjithë të bashkëpunëtorët e mi. Po kur je në krye,
Njerëzit shpesh, për të mos më thënë gjithmonë, nuk të thonë jo. Çfarë lloj gjë që duhet të bësh ti? Po. Sigur no. Edhe kur nuk duhet. Po edhe kur nuk duhet. Dhe unë e them vetë. Dëmet më të mëdha se kompania kam bërë unë me vendime të padrejta. Nga njëherë dhe idiote. Por që kështu funksionon çdo sistem. Dhe kur ke njerëz të cilët të tërheqin, të ulin me këmbë në tokë, realist në këtë rast. Ne kemi një shprehje shumë të bukur shqiptare që fluturon me presh, me që kuzhinë. Dhe pikërisht ata njerëz të cilët ti thonë gjërat ashtu siç i mendojnë, pa ndoshta mund të jenë të gabuar gjërat e tyre. Por kur të del një mendim kundër, ti fillon të arsyeton. Të bën të reflektosh edhe ta mendosh dy herë atë vendimin. Kjo është shumë e rëndësishme. Edhe kjo ka bërë që për shumë gjëra unë të ngelem me këmbë në tokë. Përtej saj, ka dhënë edhe ajo idetë e saj, mendimet e saj për gjëra që kemi bërë dhe vazhdojmë të bëjmë sepse i diskutojmë. Dhe megjithëse ajo nuk punon me mua, më mirë të mos punoj me mua në kompani sepse krijon pastaj lëmshe, konfuzione. Është një konsulente e jashtme, shpirtërore, tepër edhe intelektuale. Dhe kjo ka bërë që të japi edhe kontributin e saj shumë të rëndësishëm. Kush që në faza më e vështirë e gjithë këtij procesi, një proces shumë i gjatë që ka marrë kohën e vet dhe ka patur kostot e veta, mendoj, një rritje e tillë, një zhvillim biznesi i tillë të këtyre përmasave. Do të ketë patur edhe faza shumë delikate apo ti personalisht që i ke kaluar gjatë këtij procesi? Faza më e vështirë mendoj se nuk ka ardhur akoma. Do të rrimë do ta shohim. Unë jo nuk do më faleminderit. Dhe bëjmë një gëzuar për fazat e bukura të pakën. Pse mendon se nuk ka ardhur akoma? Po sepse ato që kemi kaluar janë pjesë normale e jetës. Edhe e zhvillimit të një sipërmarrje. Dhe nuk i konsideroj si vështirësi të thuash që vërtet ta thyejnë atë zemrën dhe të ulin, të përplasin për tokë. Kemi qenë me fat nga kjo anë dhe kemi patur rënje dhe ngritje gjatë gjithë ekzistencës tonë, por që faza vërtet të vështira, unë e konsideroj veten që jemi me fat. Me fat edhe kemi punuar mirë. Kemi punuar mirë sepse është shumë e rëndësishme. Fati ndihmon guximtarët, thuhet. Gjithë e latine. Në këtë rrugtim, çfarë ka ndryshuar tek ty si mjek, si përmarrës apo si njeri? Unë jam duke bërë gjithmonë më tepër si përmarrës edhe gjithmonë më pak mjek. Dhe kjo më vjen keq për këtë gjë, sepse në fund edhe mjekësia për mua ka qenë pasion shumë i madh, është pasion shumë i madh. Por asnjëherë nuk kam shkëputur atë raportin tim me njerëzit, me pacientët. Edhe kur pacienti mund të ketë në një problem, ai është momenti kur duhet të qëndrosh gjithmonë edhe për afër. Një gjë kam mësuar nga profesioni im që duke qenë si anestezist, mbaj mend një profesor im atje në Rom, ndjes pas nuk është më, në ashensorin e një klinike, Villa Stuart, nuk e harroj, ishte i vogël trup. Edhe më thot, biri im, është një zanat thotë që 2+2 bën edhe 22. Dhe duhet i kesh jo 4, por 40, sepse anestezisti nuk ka kohë. Pra kur i ndodh një e papritur, problemi më i madh i tij është që nuk ka kohë. Do të identifikoj problemet dhe ta sjell më njëherë. Janë emergjenca. Anestezistë, reanimatorët, po, këtë bunka.
janë ata që të cilët e ndajnë jetën e njeriut midis kësaj bote dhe botës së përtejme. Dhe unë këtë zanat kam bërë. Ndaj ato fjalët e tij kur më thotë më tregon ato duart e tij të vogla kështu me gishtat e trash të vegjël. Thotë në këto duar tha, për fat të mirë tha nuk ka ngelur jetë e askujt tha. Edhe unë për aq kohë kam punuar si anestezist, këto duar s'ka ngelur jetë e askujt. Ca rastet kam shpëtuar jetë. Por ka kolegë të tjerë të mi që jo ca raste, po me 10-100 raste kanë shpëtuar jetët e pacientëve. Edhe kjo është e pjesa më e bukur e këtij zanati, e këtij profesioni që aktualisht më mungon. Aty vërtet po ka momente që të vështira, të papritura, edhe të vështira aty po. Ka. Edhe ndjesh më shumë fat kjo që sapo the. Fat? Se mendoj që janë shumë aspekte aty. Ka shumë njerëz të cilët arrin majet e suksesit, të cilat unë sukses nuk konsideroj atë që të bësh i famshëm, apo të bësh para, apo të gjëra nuk e di. Suksesi për mua është jetosh sa më gjatë dhe sa më mirë. Kjo është arritja. Sa më i lumtur, do të thënë jo më mirë me të ngrënë me të pirë me para, jo. Është suksesi më i madh. Dhe gjë që nuk varet totalisht nga ty, kupton? Por këto njerëz të cilët ndjejnë veten wow, lart, pastaj fillojnë të fluturojnë me atë preshin që nuk u ndahet nga mbrapa. Ky është problemi i madh për ta në radhë të parë dhe për njerëzit që rrethojnë. Dhe unë jam mbrojtur shumë nga kjo gjë. Nuk e di po preshi më të merron. Gëzuar për preshin. Ti punon çdo ditë me njerëz që kërkojnë të duken çdo ditë të më bukur. Po për ty çfarë do të thotë e bukura? Bukuria, pamja estetike janë shpesh konsiderohet si diçka banale dhe sipërfaqësore, por nuk është e vërtetë. Fal bukurisë, pra tërheqjes ndaj të bukurës, është edhe ajo ndjenja e tërheqjes seksuale. Fal kësaj tërheqje, një mashkull dhe një femër, qoftë mushkonj apo miz, e qoftë kafsh apo njeri, lidhen me njëri tjetrin, bëjnë dashuri dhe shumohen. Pra, po të mos ketë tërheqje nga ana estetike midis mashkullit dhe femrës në botën e gjallë, kjo botë nuk do të ekzistonte. Pra, bukuria është vërtet shumë e rëndësishme. Është e rëndësishme. Është shumë e rëndësishme. Por nuk duhet stigmatizuar bukuria, nuk duhet parë vetëm thjesht si pamja, ana estetike, megjithëse është ajo që bie në sy në fillim. Dhe ju femrat jeni ustallesha, jeni mjeshtra për të mbuluar defektet edhe për të vënë pa pjesën më të bukur. Ky zanat më ka mësuar që edhe kur shoh një mashkull apo femër sikur të jetë i mbuluar edhe me jorgan. Të kuptoj. Unë duhet vetë sikur jam kështu me si skaner. Me rrezë. Tamam skaner. Po të kuptoj. Por bukuria në radhë të parë, për mendimin tim, është një kombinim i pamjes së jashtme dhe pamjes së brendshme. Të dyja duhet të jenë në harmoni me njëra tjetrën. Sepse po ishin të dyja bashkë dhe në harmoni me njëra tjetrën, ti ke përpara një njeri jo të lumtur, të trishtuar, i cili nuk është i bukur. Mund të jesh një femër super i cili është në depresion, nuk e reflekton dhe nuk është e plot si bukuri. Për mua kjo është. Çfarë të bën sot të ndihesh i plotësuar? Asgjë. Në çdo gjë që ke arritur. Asgjë sepse Shiko. Është e çuditshme ky sensi i njeriut, që sa më shumë arrin, aq më shumë kërkon. Ty të pëlqen me që kemi këtë gotën para, të pëlqen të duket më mirë një gotë plot apo një gotë bosh? Sigurisht plot. Për mua ajo është e kundërta. Si është? Po sepse
Gotën bosh, unë mbush. E mbush. Dhe ky rrugtimi mbushjes së gotës është bukuria e saj. Nëse është plot, pra të kesh jetën plot me çdo gjë. Ke arritur çdo gjë që mund ta imagjinosh. Ç'kuptim kam? Ke arritur bukurinë tënde maksimale, e ke mbushur trurin me dijet e gjithë kësaj bote. E ke plotësuar veten tënde me fëmijë, me familje, me çfarë do lloj gjëje. E pastaj Çfarë do mbushesh pastaj? Kështu që unë nuk e konsideroj veten time të plotësuar, sepse do të thotë që i plotësuar do të thotë që ke arritur që s'kem çfarë të bësh, dhe s'të shijon më asnjë një gjë. Unë konsideroj veten time në një rrugtim i plotësimit të boshligjeve të shumta që kam. Ai ky rrugtim më pëlqen dhe përpiqem ta shijoj gjithmonë dhe më shumë sekond pas sekonde. Kjo është bukuria. Edhe milimetër pas milimetri, kjo është bukuria e të plotësuarit. Mos qeni asnjëherë plot. Po i kërkuar gjithmonë për të mbushur gotën. Mësuar. Skerdi, kemi ardhur te pyetja finale. Sa është ora? Ti se pyetja finale. Ora nuk e di sa është, sepse në bisedat këndshme ora nuk vjen re. Kjo është një pyetje shumë që nuk mendoj që e them gjithmonë, të jetë aq e papërballueshme sa duket, sa çka të ngjyrën e kuqe, sa ç'konsiderohet pyetja pikante. Por ne kemi një zakon që nëse personi preferon mos përgjigjet, mund të pi një shot të rum. Po, do të thonë ti bën 5 pyetje aty derisa bëhet dru dhe pastaj fillon të përgjigjet. Jo, pastaj kam filluar ta pi edhe unë për t'u solidarizuar. Që mund të zgjedhësh një pyetje dhe mund të vendosësh përgjigjesh apo jo. Për që sigurisht do përgjigjesh, po. Po, duhet të marrësh një pyetje, po. Okej. Çfarë të kesh? Ja këtë. Ndërhyrja më e çuditshme që të kanë kërkuar ndonjëherë. Të çuditshme. Njerëzit nuk është se kanë kërkuar gjëra të çuditshme, do thënë të drejtën. Por ndryshimi i gjinisë është ajo që do duket më anormale, që bëhet normalisht. Ne nuk e bëjmë ndryshimin e gjinisë. Edhe për faktin se janë ca ligje që duhen respektuar në këtë drejtim. Dhe edhe në Itali apo në vendet e tjera europiane kur bëhet, do të jetë një aprovim i gjykatës që sipas disa kritereve të caktuara që mund të bëhet japin leje për ndryshimin e gjinisë. Ky është një nga operacionet që na kanë kërkuar. Po për mua në fakt kjo qenë ka ndërhyrja më e çuditshme. Po është një ndryshim që bëhet random tashmë në botë. Është mos e normale. Por ne me thënë të drejtën nuk e bëjmë. Nuk e bëjmë edhe për një arsye tjetër, sepse kam kirurg që din ta bëjmë. Nuk është thjesht çështja e legjislacionit, sepse ndoshta edhe ekziston në Shqipëri, por që ndërhyrjet kirurgjikale nuk janë si një fustan që e blen sot dhe post të pëlqeu nuk e vesh më nesër. Ndaj njeriu që duhet të bëjë një ndërhyrje kirurgjikale, do të jetë vërtet stabil psikologjikisht. Dhe ne bëjmë shumë kujdes që të mos marrim përsipër ata njerëz të cilët mund të kenë probleme faze, momenti, një periudhe të caktuar. Po. Ndaj edhe në fakt edhe legjislacioni për shembull italian, se atë pak a shumë ta njoh më mirë se sa të vendet e tjera europiane. Parashikon një rrugtim, pra konsulta me psikologun, me shërbimet sociale, me kalot në gjykat, vendim që merret e gjitha këto. Këto për të vërtetuar që ky njeri vërtet e dëshiron këtë lloj
transformimi dhe e përballon këtë lloj transformimi me asnjë lloj problemi. Por të përballesh me probleme të tilla nuk është e lehtë. Sidomos në një vend si Shqipëria që akoma nuk e ka të pjekur e të saktë të qartë jo vetëm legjislacionin, por edhe rrugtimin që ky njeri duhet të bëj për të arritur në atë vendimarrje aq të rëndësishme. Se më mirë të bëjmë i gëzuar dhe të qëndrojmë këtu ku jemi. Se ikëm shumë larg më duket. Do të marr hap tjetër? Jo, jemi okej. Nuk do të jap. Një duhet të zgjidhje. Zgjidhje. Okej. Shumë kënaqësi. Këto mund ta pim, mund ta pish. Po mirë, më e pim pse. Përgjigjen e dham edhe Po. të meritojmë tani. Ja gëzuar. Ky episod u mundësua nga Fix Pikal dhe Shkrela Olive Oil.